Një delegacion polak I rrethit të Nisas I përbërë nga kryetari Czesław Bilobran, kryetari I Këshillit të rajonit Miroslav Aronovic, zëvendës kryetari I Bashkisë Mare Rimars dhe disa ekspert rajonal bën një vizitë zyrtare në Lezhë. Miqt polak u pritën nga kreu I Bashkisë së Lezhës Fran Frokaj, I cili u shpreh se Bashkia e Lezhës ka çfarë të mësojë nga përvoja e rajonit të Nisës, një vend me demokraci të konsoliduar dhe ekonomi të zhvilluar. Konkretisht do t'ju ofrojmë diçka mundësi që ta të vështojnë Bregdetin shqiptar me qëllim që masë të implementimit të projekteve të ndryshme që mund të kenë këta, por edhe në shkëmbime të ndryshme kulturore, sportive, po edhe si një lidhje për shkak të përvojës gjatë që ka Polonia, ka një përvojë më korrekte nga ne në marrëdhëniet demokratike dhe zhvillimet demokratike dhe shpresojmë të përfitojmë dhe të shkëmbejmë përvojën tonë në këtë drejtim. Bashkia jonë është një bashki e re dhe kemi nevojë edhe për përvojët qoftë në implementimin e projekteve, qoftë në zhvillimin e projekteve, por qoftë edhe në prodhimin e projekteve të cilat ka një standard tjetër nga ato që ne përdorim brenda vendit, sepse kërkesat për të subvencionuar dhe për të marrë donacione nga Bashkimi Evropian kërkojnë ca standarde të reja dhe shpresojmë që në bashkëpunim me këta ne të krijojmë standarde për përfituar nga këto projekte. Qëllimi I kësaj vizite u tha në takim shkëmbimit të eksperiencave dhe përvojave mes palëve që lidhen me aplikimin e përbashkët për fondet e Bashkimit Evropian, synon edhe bashkëpunimin në sektorët e ekonomisë, kulturës, sportit e turizmit. Ndërkohë drejtuesit dhe anëtarët e delegacionit polak u dakordsuan në bashkëpunimin në sektorët e zhvillimit të ekonomisë, kulturës, sportit dhe në veçanti të turizmit, duke synuar sensibilizimin e turistëve polak për të vizituar rajonin e Lezhës. Gjithashtu, miqt polak të rajonit të Nisas premtuan që përvojën e tyre në hartimin e projekteve të Bashkimit Evropian, pasi aderojnë aty që në vitin 2004 do jenë të gatshëm ta shkëmbejnë me bashkinë dhe qarkun e Lezhës. Możliwości wymiany doświadczeń w aplikowaniu na przykład ośrodki Unii Europejskiej, uczeniu się pisaniem projektów.